Kryeministri Edi Rama fluturoi në Berlin 2 ditë më parë për të marrë pjesë në një forum të përvitshëm që quhet Berlin Global Dialogue. Shefi i qeverisë i bëri jo pak jehon aktivitetit dhe sigurisht vendit të tij të veçantë në të. Në Berlin Global Dialogue, BGD, forumi ndërkombëtar i nivelit të lartë që zhvillohet çdo vit në kryeqytetin e Gjermanisë, me fokus sfidat globale të ekonomisë, klimës, teknologjisë dhe qeverisjes, ku jam i ftuar si njëri ndër dy folësit e sesionit përmbyllës së bashku me presidenten Ursula von der Leyen, shkroi Rama në profilin e tij zyrtar në Facebook. Rreshtimi i Ramës krah von der Leyen si dy folësit më të rëndësishëm të takimit, sigurisht që shkon në linjën e propagandës agresive të një udhëheqësi që respektohet gjerësisht në Europë. Edi Rama i ka mshuar jo pak se linje, madje edhe publikisht, por ka respekt e respekt. Berlin Global Dialogue është një aktivitet i përvitshëm, i cili bashkon udhëheqës të sektorit publik dhe atij privat nga gjithë bota. Ky forum organizohet nga një ekonomist gjerman i quajtur Lars Hendrik Röller. Zoti Röller ka qenë këshilltari ekonomik i Angela Merkel për shumë vite në qeverisjen e saj, ndërsa sot ai është në borderon e Edi Ramës. 2 vjet më parë qeveria miratoi një vendim të posaçëm, i cili i lejonte kryeministrit të paguante këshilltar deri në 10.000 euro në muaj. Zoti Röller ishte një nga përfituesit e këtij vendimi, e sot qeveria shqiptare i paguan atij 120.000 euro në muaj nga paratë e qytetarëve për të këshilluar Edi Ramën. Publikisht nuk dihet se çfarë këshillash i jep zoti Röller kryeministrit të Shqipërisë, por me sa duket bashkë me këto këshilla, Edi Rama ka marrë në ofertë edhe një vend në forumin e nivelit të lartë, të cilin e shet si dëshmi të respektit dhe ndikimit të tij në Europë. Dhe ky nuk është rasti i izoluar, shkruan Kapitali. Nga milionat për të panginjurin Tony Blair, fshatra turistik të dalemas mbi tokat e falura shtetërore, e deri tek pagat në stilin e bonuseve të Wall Streetit për largësat, qeveria e Shqipërisë është ndërruar në një makineri të fuqishme korruptimi për politikanët e lartë e Europës, ndërsa Edi Rama blen influencë në Europë. Qytetarët shqiptar paguajnë nga xhepat e tyre të varfër faturën miliardere të respektit për liderin global.